Në vargjet e Migjenit, Shkodra përshkruhet si dashnoria e shekujve, dashnoria që e ditë katër, e liçenit andrimtar, me të cilin në mëngjeset e kulluat ta lan hijen e vet. Ishte viti 1902, pranvera kishte ardhur dhe lule shumë gjyshe kishin mbushur oborrin e shtëpisë së Mark Krajanit. Por këtë pranverë, ai nuk po shërbente atyre siç e kishte patur zakon. Dy pasione kishin mbushur jetën e tij si artist, këngët e lulet. Asnjëherë nuk i kishte ndarë ato, edhe nga shumica e këngëve që këndonte u kushtoheshin luleve. Megjithatë, e ndjente që po ndahi për gjithnjë prej tyre. Ishte shtrirë në shtrat dhe lëngonte nga sëmundja, duke ndjerë tashmë se nuk ishte i Zotit të kontrolonte nga afër ardhjen e pranverës. Më sill lule i tha së shoqes që i rinte te koka. Edhe fëmijët e vegjël i kishte pranë, rinin të heshtur e të mërzitur, edhe pse nuk e ndjeni sa duhet peshën e dhimbjes, nga mosha e tyre e njom. E shoqja me të shpejt shkoi në obor. Këputi disa lule të bukura, nga ato që ai kishte më për zemër dhe ja solli. Marku i shtrëngoi fort me të duar dhe u mori erë me të rafshën e shpirtit lodhur. Pastaj mbyti syt dhe u zhyt thellë në ngjarjet e jetës vet. Ju kujtua fëmijëria. Babai kishte vdekur shpejt dhe kishte lënë jetim vëllain Kole e motrën Nine. I kishte rritur Oma me mjaft mundime. Prandaj, shokët e thërrisnin edhe Marku i Krajanës, si hilen e files apo osën e fatores. Një fat kishin pasur, edhe një rrugë në jetë. Kujtoj se si Oma kishte patur dëshirë të bëhej këpuctar, por ai nga pasioni i madh për këngën popullore, i shmangej me urtësi kësaj dëshire dhe ndiqte me pasion të veçantë atë që bënin aheng, dhe ju dha me mishe me shpirt pas melodive të bukura të këtij ahengu. Kujtoj se si vlerësoni zërin e fortë dhe të ëmbël, sa shungullonte Oma. Zërin e tij të bukur e melodioz, atë që kishte ushtuar aq fort kur kishte kënduar për herë të parë këngën e Osukukës në kafenen e Kupedanes në pazar. Ju kujtuan vitet e mërgimit në Sarajev të Bosnjës, në Stamboll dhe Izmir të Turqisë, e pastaj kthimi në atë dhe për të qenë gjithnjë në shoqëri të mjediseve, ku këndohej kënga shkodrane dhe ku dëgjohej me kënaqësi zëri i tij i rrallë. Si një vëgim i largët ju shfaq takimi me Kasem Xhurin e me shokë të tjerë të grupit të tyre. I thonin shpesh se ka bërë ndryshime me vlerë në këngë shkodrane, duke u hequr të fshamet e duke u dhënë një lëkundje të lehtë melodive. Dhe se si zëri i tij kishte marrë dhën edhe në veshët e Krail Nikodës së Malit Zi kishte shkuar nami i tij si këngëtar, e çfarë nuk përfytyrojnë ato qaste nga rrugtimi i tij i gjatë në shoqëri me këngë shkodrane. Pastaj ju kujtua martesa, pak e bonuar por me frute, dy fëmijë si dy lule. Ndërka që i vinë disa shokë për ta parë, gëzimi i ardhjes së tyre ja ndërpret dëgimin e rrjedhës së jetës së vet të trazuar. Më ndihmo pak të ngrihemi, tha së shoqes, nërsia e ardhjes së tyre prej të cilëve nuk donte të ndahej, nuk zgjati shumë. E trombi një mendim që i erdhi papritur. Dua të më dëgjoni, të gjithë. I përmblodhi forcat, lëvizi pak nga vendi, u kullit thatë 2-3 herë sa për të pastruar zërin dhe filloi të këndoj. Filloi një këngë që nuk ja kishin dëgjuar asnjëherë. Sillet moti për së mbari, çelin vjollca e zëmbyla, se na erdh përsëri behari, bashkët mbushen me zëmbyla. Pak qaste heshtje. Marku e ndjeu se kënga që sapo filloi ka vlerë, ka bukuri, ka dëshirë që ajo të mbes të jetoj, edhe pse ai vet. Shokët ndjekin me vëmendje këtë krijim të ri të tij. Marku i vështron ata me radhë dhe u kupton mendimin. Kjo i jep forcë për të vazhduar. Shikon lule që mban në duar dhe u merr erë. Përmendet pas heshtjes së shkurtër dhe fillon përsëri. Oh mori lule moj burbuqe, as na çelni na gëzoni. Sa jeshile, sa të kuqe, gjithë dynjan që zbukuronim. Përsëri heshtja, askush nuk foli. Asnjë nuk doshte të prishe i bukuria e një qasti dhe zvoglohej nga kërkesa emocionale që ishte e krijuar. U përpoqën shokët e tij të përpinin çdo gjë që lidhej me këtë këngë të re të bukur, dhe duke vështruar njëri tjetrin sikur u morën vesh, secili të mësonte atë që ai po këndonte. Fjalët e bukura që kishte, melodinë e ëmbël dhe të ngrohtë, shprehjen e fytyrës së tij tashmë të rënduar nga pesha e sëmundjes së keqe.
duke ndërprisnin përreshë. Kurse ai, pasi mblodhi forcat edhe njëherë, ato pak forca që i kishin mbetur, me një vështrim të zbejshët dukej, më shumë si një klith me venitër vazhdoi. Oh, mori lule, a se shihni, se vera nuk arrin gjithmonë, a se dini se vjen dimni, e ju thanë si e ka zakon? Këtë strofë si kur e kishte për veten e jo për lulet, e këndoj me trishtim, zëri sa vinte i thikej. U përposhtë të përsëriste 2 vargjet e fundit, sepse ndjente se zëri nuk i kishte dali plot, por nuk mundi, vetëm sa lëvizi buzët. Bëri përpjekje edhe një herë të mbledhte forcat, shikoi fëmijët, gruan, shokët që mezi po i dallonte. Syt filluan t'i zinin cërg dhe nuk po i shihte qartë ata të cilëve hodhi vështrimin. Rriti me vështirësi, afronte pranë fytyrës lule që kishte në duar, po as aromën e tyre tashmë nuk po e ndjente. I lëshoi ato mbi trup, shtriu duart, të cilat ju mbarën pa fuqi dhe dha frymën e fundit. Kur shokët e tij të hengut kënduan këtë këngë mbas disa kohësh, shtuan edhe një strofë. Oh, mori lule, çka ju gjet si mjet? Pritët t'ju borën deri sa u tret. Dimnit, na ju falni me shëndet. Se vjen behari, ma nuk ju tret. Më bukur nuk mund të shprehnin derimin për aty shëmbeti përjetësisht dhe themelet e forta të këngës shkodrane. Në Shkodër të gjithë këndojnë, profesori Sali Bali, historia e këngës, si dhe të moti për së mbari.